Të nderuar shikues, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në Infoftes këtu në televizionin Sot 7. Edhe këtë të njëjtë do të kemi sonte një Infoftes artistike, të thënë më saktë një Infoftes e cila do të ketë në fokus të saj poezinë. Ai është një poet me shumë çmime, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare. Është fitues i Pendës të Argjend nga Ministria e Kulturës në vitin 2002. Si kundër po shikoni, janë çmimet, janë fotot, janë kupat e festivaleve të cilat gjenden në salonin e tij. Një salon që miqtë e quajnë poetik. Ai është Dimitër Poenaku. Poet, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur në Infoftes. Mirëmbrëma dhe faleminderit për hyrjen. Është kënaqësi që jemi bashkë. Edhe për mua. E me që jemi të kupat e festivaleve poetike, jemi të certifikatat, sa i ke numëruar, sa janë gjithsej? Po besoj aty ke 30, por për mua nuk ka shumë rëndësi numri, se sa ato më e kuptoj. Ato më kanë shtyrë, më kanë dhënë indicjen për të bërë poezi akoma më të bukura në kuptimin e atyre që të mbeten në kohë, të rezistojnë kohës. Pra, përkthejnë kupat punë poetike, talent poetik, që juve nuk ju mungon. Po, natyrisht nuk mungon, por në qoftë se ti e le pas dore, ose në një farë mënyre nuk e kushton në atë vëmendjen e dur poezisë, sepse ajo të jepet, po kur të jepet duhet të punosh për ta sjellë në formën që duhet. Se jo të gjitha vijnë të përkryera, muza asnjëherë nuk vjen e përkryer. Gjithsej sa vëllime poetike bën Dimitër? Po në qoftë se do të ndalemi, shiu lexon trishtimin tim, që ishte një botimi një tortur e vërtet në Naim Frashëri. Është libri i parë me poezi. Pastaj kuptohet nuk me zipotohej atje, kishte shumë rregulla, të cilat nganjëherë edhe dilnin nga kornizat e duhura. Kuptohet realizëm socialist, por ndihma e Justina Aliajt dhe Dritoria Gollit ishin për mua vendimtare në këtë botë. Të thyej, le të themi, ajo korac që pengonte çdo lloj poeti për të botuar. Jo, e dikush ishte shqiptar. Ndihma e tyre me merit. Po, e dikush ishte pengesa, sepse mua më kërkonin një poezi për partinë. Realizmi socialist ka pasur një kusht të tillë. Jo se nuk e doja partinë, po se donin ata të lloj poezie që bëja unë. Tani unë të them që jam disident se nuk bëra dot për partinë. Jo, unë nuk përpoqa. Por niveli që donin ata nuk krahasoj me nivelin e poezive të mia. Më kuriozitet, vëllimet poetike që i përkasin periudhës komunizmit, kanë poezi për partinë, jo? Jo, po nuk kanë se pëlqenin ata, prandaj më vonuan disa vite. Në çfarë viti ka dalë Shiu lexon? Shiu besoj ka dalë nga 90-ta. Besoj, po, 90-ta. Për kohë Dimitër, ju poezinë e botonit në revistat, në gazetat e kohës, nuk ishte pak të botoj, ishte shumë luks të botoj dhe keni qenë i privilegjuar, sigurisht fal talentit tuaj. Ai ka qenë një fat im, sepse në kohën studentore, Dilaver Baxhaku, të cilin gjej rastin ta përshëndes tani, ishte redaktor i gazetës Studenti, ku unë botoja shpesh, sidomos në prozë, në kohën e provimeve. Keni botuar prozë? Po. Çuditërisht? Ose reportazhe në saktë. Reportazhe. Edhe poezie pasere. Dhe pati një kohë kur unë u toroqa në Pogradec, pas dështimeve në Naim Frashëri të disa ershme, nuk po shkruaja më, dhe Dilaveri vjen njerë në Pogradec dhe për fat ai kishte kaluar në Zëri Rinis, redaktor. Bile poezit kisha në copa letra, kështu, i ka marrë të gjitha, i ka botuar, dhe atëre unë isha, do me thënë tamam të që aty ju i preferuar i asaj gazete dhe ndofta njerë në muaj botoja cikle të plota që ajo të jepte dhe emër në atë kohë Zëri Rinis. Keni ndarë pasionin në vitet studentore mes poezisë dhe juridikut, degës që jeni diplomuar. Po, por unë poezi nuk e kam rënë asnjëherë, sepse ajo ka nitur që në fëmiri do thoja, që në klasat e 4 dhe parë? Nuk e mbaj mend, po di që kisha 2 fletore
bukur shkrimi atëherë, anu me vija, nuk e di të rasha, i bajmon që tani me vjersha dhe bëni një konkurse shkollash atëherë, ishte një nivel nxitës, do thoja, nuk po them nivel artistik, po nxitës për talentet. Dhe pastaj më humbën ato, të dyja fletoret sot nuk i gjejmë. Nuk në memorie. Këtu mbajmën diçka interesante, atëherë zhvilloheshin takimet e poetëve kombëtare. Unë isha në klasën e 8 dhe motra ime Eleonora ishte në klasën e 12 në gjimnaz, dhe atë qojnë në Tiranë, një poetik ishtë për vetëm, unë kësha disa dhe mua më qojnë në Korç. Dhe unë pa dini në asë kujtë vete të që fjarësimi dhe ankohem. Edhe i them unë pse Eleonora Pojanaku, që vetëm ka bërë një poezi të vejnë në Tiranë dhe unë në Korç, dhe më thot atëre Bardylshiku, ishe komshiu, Bardylshuk e krash komshi që farsimi. Edhe aje dinte shumë mirë, po më provokoj dhe më tha, po, çfarë keni ju këtë Leonorën? Po motur e kam unë. Po mirë, tha, si ju vjen që krënta që vini për motrën këtu. Pra ego ju. Edhe unë ka thasa i mërzitur. Po shkuat në Tirana, po në Korç në fund? Shkova, qarë të bëja? Nuk mund të braktisnja. Por ishte një, këtë do t'ju thoja dhe atë kur ishim bashkë në ditë e poezisë, arova t'ju them të rinjve që po shkruajnë sot që ambicia e mirë është një nxitse kryesore për poezinë. Ambicia e të rinjve, po thoni. Vjen me të mendoj, kisha ambicie që atëherë. Në klasën e 8 kisha ambicie ndaj motrës, po kisha të drejtë, kisha një ambicie justifikuar. Një poezi me shumë poezi. Po. Një poezi me shumë dhe me nivel. Bilestun që atëherë si apëlqeja. Dhe ndonjëherë më korektonte ndonjë gjë i me motor, ndonjë në poezi. E thoni për të parë këtë poim, apo... Miqtë e u kam thënë, po në media jo asnjëherë. Në mediat e Tiranës jo se jatë. Dhe ndërkohë, unë, pa dhe të dije, vinja atje ku i kisha bërë. Dhe më thoshte, po kush ajo që të kisha shënuar unë? Nuk e di, thosha unë. Me të nuk pranoja gjë të dikuj tjetër në poezi. Pastaj, me që jemi të... Tek librat, shiu lexon trishtimin tim, pastaj ishte ke dituria mëngjes dhe pak natë, pastaj mund të themi Gjindet Kërtejm Polka, i cili arriti në 2000 deri në treshen më të mirë, pastaj ti ç'ndodhin këto gjëra, nuk e mora dot Penergjën me të, ti ç'ndodhin gjërat e Tiranës, ndërsa Gurës Bardhinatën pastaj që ka bërë një punë vetmohuese, sepse punuam gjithë natën me Aprovitin dhe Ilir Dukën për ta nxjerrë ato libra. Jo, se s'kishim afat. Baronte afat. Pra Pinda e Argjend është marrë me këtë vëllim poetik, Gurës Bardhinatën. Po. Shtëpia botuese? Dia për punuam vërtet. Ndër ato, një nga poezit që më të mendoj se juria unë ndalë, dhe gjithë libri kuptojt, po ishte Zhvirgjërimi i Murgut, një erotike cila unë e nisa njëherë dhe i them Kaçit, shokut tim Ramollari, sikur s'jam i qetë me këtë, nuk e di se diçka më mungon, i thash diçka që nuk po bie në unison me veten. Dhe ai më jep mirë thot një Umberto Eco, rreth Ndrafilit. Dhe nuk e di ai libër. Emri Trëndafilit ju ka dhënë emocion. Shumë emocione dhe pastaj pas një kohë kuptohet. U përkthye në vargje. Doli shumë. Jo, se unë kisha 7, veç mundonin. Absolutisht nuk them që u bazuat, por që ju formësoi edhe më shumë. Po. Në kulturën e përgjithshme. Po të vim pak të këto evente ndërkombëtare të cilat mua gjithmonë më kanë njohur, aventura e tyre ose pjesëmarrja ime filloi që në vitin mbajmend kur unë krijova nga 96-ta. Po, 96-ta ka qenë çmimi i parë dhe 90 pas saj çmimi i dytë në të kohën e traduar në Francë, hyra në 500 më të mirë 97-ën. Edhe këto më stimuluan që mos ju ndahesha që atëherë. Do më mendoja që poezia më falë, që poezia shqipe edhe imja më saktë, s'kemi pse të pshej Modestin tashmë se ka ikur koha, mosha dhe merita, të kalonte përtej vendit tim. Për njiheshin me poezia. Dhe kur botova në Selanik librin e parë në gjuhën greke, Gurës Bardhinatën, ai ishte një midis gurve dhe titulloi Pyeni lëviz në muzikë në fakt. Edhe kur shkojnë në rrugë të qytetit më duke vetja sikur kisha vend atje, sepse një libër im ndodhej në bibliotekën kombëtare të Greqisë. Ishte pozicionuar
edhe mes poetëve me zë të tokës helene, nga Homeri i famshëm e më radhë. Me që jemi tek botimet edhe me çmimet që keni marrë, do t'i lutem regjis të më fut një video ta lërë dhe me zë, e komendet Albania. E komentojmë pak? Po, këtu jemi në Como të Italisë në dhjetor, mezi dhjetorit. Ku unë kam marrë çmimin e parë me poezinë Vejusha në Vareza, të cilën mund t'ja u them pak më vonë. Ndër çmimet më të fundit. Në i fundit, po. Ati ishim bashkë me poete mikeshën time Alida Stamo, e cila dhe ajo ishte kualifikuar, dhe ishte një udhëtim jo vetëm i bukur dhe një ceremoni shumë e këndshme, mbretërlëndse perfekte do ta quaja në të gjitha drejtimet. Keni fituar çmimin e parë në poezi në Como? Po. Nuk ishte era e parë që ju keni qenë në Itali? Në Como po, kam qenë të herë të tjera, po këtë çmim të parë kam marrë dhe para disa vitesh atje, por nuk munda të më jepe sepse nuk u do ta vadot, nuk shkova. Dhe atje ishte një rregull që nëse nuk shkon vetë, ose nuk po, të anullohet çmimi. Anullohet çmimi, shumë interesante. interesante. Kështu që u desh ky vit, ky dhjetor, dhjetori që iku do me. Ju keni qenë edhe në festivalin e madh poetik të Sanremos, edhe aty keni fituar çmim në Itali? Jo të Sanremos. Të Sanremos. Unë do konkuroj, keni ndoshta do të konkuroj në Sanremo, në festivalin poetik që përgatitet tani i kam dërguar, po, prestigjos shumë me poezi, po. Kisha idenë që kishit qenë pjesëmarrës në Sanremo. Ndoshta mund të kemi dërguar dhe s'është e thënë që dikush duhet fitoj gjithmonë. Unë di që sa herë keni dërguar, aqër keni fituar. Ja, nuk biles, do thoja që nga njerë dështimet, të thonë, kujdes, Dimitër, se s'është e thënë që duhet jesh vetëm ti, atje kujdes shiko çfarë mungon, ose çfarë nuk e gjetur, sepse shija e një vendi, për shembull, ndryshon nga shija jonë. Varet që kërkon juria italiane. Juria italiane e Milanot mund të ndryshojë nga juria italiane të Azem e Romës, ose e Sanremos. Kështu që derisa ta gjesh atë duhen bërë disa përpjekje, derisa të gjesh atë që kërkoj. Dhe unë këtë e bëj. Ka një gjeografi festivalesh të përbotshme, Francë, Itali? Po, ka qenë pjesëmarrëse në Francë, në Itali, në Greqi. Çmimet kanë qenë të përhapura edhe në Spanjë, në Gjermani, në Frankfurt, domethënë në Maqedoninë e Veriut fqinje. Maqedoninë e Veriut, po pse po atë nuk e përmendasem duke si janë, nga që shkonim shpesh atje. Po, pjesë shqiptarësh. Po, më pëlqen se dëshiron ju poezia fituese që ishte në këtë radhën, titullohet Vejushës në Vareza, që ishte në Como që fitoi. Gjerasin të përshëndes dhe Irma Kurtin, përkthyesen time, cila ka një 2-3 vjet që përkthejnë poezitë e mia. Kjo në fakt keni pasur poetë përkthyes zyrtar Edmond Tupen, përkthyesin e famshëm. Jo, e kisha vetëm në një konkurs në Frëngjishmë për të vitit disa herë, por unë keni disa përkthyes ja besoni. Po, nuk kisha ndonjë satisfakcion nga jurit atje, ndërsa ishte Koqiu ajo që më dha çmimin në Francë me disa poezi të përkthyer prej saj. Kolegion gazetare, përshëndesim Mozën. Ishim ke Vejusha në Vareza, ishte një si lindi kjo poezi. Ishim ke Varezat, dhe unë isha me 2 motrat e mia. Dhe diku në një bardh mermeri, siç janë të gjitha, ishte një vejush e re me sharp të zi duke qarë. Edhe këto të dyja motrat e mia si shpotitën njëra tjetrës, si duke të një ndonjë histori të saj, jo të qëndrueshme. Edhe dëgjova vetëm fjalën ik. Kjo më intrigoi. Unë e mora fjalën ik, dhe se si e ktheva unë pasaj, ma kthevi muza në një këndvështrim këtë tjetër, i falesha muzës pasaj. Dhe them, qau ik, mermeri s'don të ta përcjell lotin thellë. Lotët po rëshqasin anëve, si pikat e shiut për vazeve. Qau, ik, nuk e sheh se rezet e pa turp të djelit, ta kanë kthyer sharpin në ngjyrat ndezura.
blu, të kuqe, ma vi, si rjetë më, hik, ne këtu na gjenë, nuk lëvizim. Shumë e bukur. Kjo ishte. Dhe me që jemi këtu në nxitjet, do t'ju them dhe diçka që, për t'ju thënë se muza është e çuditshme. Asë njëherë muzën nuk duhet t'a ndjekësh, që s'ke ku t'a gjesh njëherë. Kur të vjen do t'ja përderën. Por, isha në një fshat të Mokrës. Dhe që ndodhi me muzën? Dhe kaloj një shtatzan nga një raport në një rrugic, Rodokala nuk di si quaj, në një rrugic tjetër. Tani mendoj që unë shtatzana kisha besa, kisha në qytet të kudo. Duhet të ishte në Mokër që mua të më linte poezia shtatzana. Asë është e çuditshme që bën muza? Dhe unë them në shtatzanat. E braktisën kujdesin vajzërar, ecin rëndë, si pallonj, Amazona. Kam një shpërfillje ngacmuese ndaj burrit, si ftesë për dashuri të re, po e harojnë veten, ca e nga ca. Janë sy e veshë të ka i vogli, të princija princesha, që ka stolisur barkun, folen breznore, ecin rëndë, si pallonj, Amazona. Dhe ku është bërë në Mokër? E bukur. Jo, më shumë e thash, më çudit, kapriçot e muzës, këtë doja të thoja, që janë të befastishme dhe të... Po kapriçot tjera, ka rrugtimi muzës tuaj? Shumë kapriço ka, sidomos kapriço më ka ndodhur njerë në Dart, kur shkoja ke fshati i burit të Motrës, të Pandi. Çfarë prodhuat, po? Dhe ata iqin një krevat, që të duket nga që të një që iqin dhe vend modern, kuptohet, një krevat metalike dhe vend në obor. Dhe këtu më lindi ideja krevatit martesor, që i them e nxorën në obor, e palosën. Dhe nuk po e them kretë poezin, sepse edhe dëgjuesi mund të mërzitet. Po ne e duam poezin, nuk mërzitet. Dhe kujtimet pastaj, si ato luspat e pasqyrave ranë në obor. E braktisën dhe kujtimet, ikën, rëmbyen avllin, dolën në përstokakët e Dardhës, vetëm Merosi ishte besnik, je frymë krevatit dhe gjakos buzët në përhonet e ti, vetëm Erosi nuk iku. Shumë bukur. Kështu që janë shumë vënde që të më kanë intriguar, sidomos do t'ju them edhe këtë, se e kam shumë dopsi këtë poezi. Shkonjëm njëherë në Ersek, më duket, nëse ande duhet të bjen dhe pyet e qarit. Dhe kur pasha të pyllin, të ngrën me dhemje, ato folet e tyre të bardha, ndiva një dëshpërim të thellë, merdhja që keq, sa nuk ke iden, edhe them dhemjet, e ngritën kampin e luftës. Më të mëdhatë, ju qepin më të voglave djallin në bark. Më të voglat vetiu mësojnë zanatin e tredhis. Ecjen butë-butë, ndjeken këmba këmbës, vrasjet pas shpine, vdekjen në gjumë. Në çadrat prej liri, stërvitin nofla dhe këmbë, gati një pyll të tërë, ta bëjnë shoshe të rime, gati fët e fët, një pyll të tërë, ta kthejnë në curila gjaku jeshil. Okej. Shumë më ka pikuar, më ka pikuar ai pyll. E bukur. Poezit tuaja kanë fabull. Si rallëherë në poezi. Po, fabulash... fabull që trajton ngjarje. Të gjithë miqtë e mi dhe kritikët do thoja, thonë që ju jap sendeve jetë. Dhe kjo është ajo që e bën të veçantë poezin time dhe gati unikale në llojin e vet. Sepse pa fund, sot shkruajmë pa fund, unë ja duroj të gjithë në kuptimin nuk kam të me kalimin e moshës me duke ditur veten ku je, nuk e më pse të ke xhelozira. Sepse poetët janë
me shpirtin e tyre, si kush është një mozaik. Më thoje dikur, para shumë vite, shumë sa kisha botuar shiu lexon trishtimin tim dhe shkojmë me Petraqikën te Dori Qiriazi, edhe më thot një shprehje që nuk e harroj. Që është? Dimitër thot, qielli është mbushur plot me yje. Çdo yll ka shkëlqimin e vet. Ashtu janë edhe poetët. Po Gradeci në fakt ka shumë si poetësh. Po Gradeci ka atë që unë e them gjithmonë dhe vazhdoj ta them është. Nëse nuk do ishte Lazgushi, nuk do kishte poetë të mirëfilltë. Do të më thonë ju pse. Sepse ai e ngriti tempullin e vet. Duke e pa këtë tempull, çdo poet do të orientonte muzën ose ndjenjat e tij në mënyrë që mos binte në përsëritje, sepse do ishte i dështuar. Duhet të gjente rrugë ku me ngurm, ku mund t'i zbritnin nga qielli, është tjetër gjë. Po mjaft që kishte diçka që i thështe mos shko këtu. Këtu është ka kufi. Ky klon nuk kalohet. Dhe kjo bënte që poetët pogradecar të gjenin shtigje të reja dhe të pasuronin poezinë e sotme. Ato që do thoshte Lazgushi në atë kohë, sepse poezia është si mund të them pasqyrë e kohës. Unë mbaj mend kam lexuar ne nuk themi ndonjë gjë që thua ti për fabulat. Nuk zbulojmë fabula. Fabulat kanë qenë historikisht rrezik më të mbeten por ato, por ne bëjmë që fabulën ta veshim me mesazhin e ri. Dhe mesazhi i ri është pikërisht dia e kohës. Unë mbaj mend një poezi greke kam lexuar dikur dhe thotë fusha zbarte nga kockat të vrarëve në luftë. Dhe unë kam një poezin time ku them dheu bar kam bar, nuk i përdyp dot eshtrat e vdekjes. Çfarë kemi thënë ne tani apo i marrim të dyja në kohë të ershme? Ajo e lasht, unë tani sot. Ne i kemi dhënë mendim të ri fabulës. Edhe kjo duhet të jetë. Se pa mendim poezia për mua është jo se nuk më pëlqen poezia me rim, po thot rrallë unë shikoj në këtë poezi të rimuar të ketë mesazhe jete. Ndoshta është korniza që nuk të le, nuk e di. Nuk e di, nuk jam për këtë. Gjithsesi ajo është një poezi që adhurohet, një poezi që mirëpritet, një poezi që duart trokitet. Flasit më për poezinë tuaj. Ajo që më pëlqen është fakti që unë e punoj poezinë vazhdimisht, e mbaj në mend. Ma di nga njëre dhe pashkruar, dhe disa miqë të mi, ka që i Bardyka, kur punonim atëre bashk, kemi punuar shumë për librin Mëngjes dhe pak natë, edhe Gjindet. Më thoshe në ore, i di se, kush e di që do bësh një ditë, se i ke këtu i mban. Dhe kjo është arsye se të gjithë çuditën thotë ti e mban mend poezinë të gjitha. Po duke e mbajtur shpesh gjatë vetes, dikur unë dhe ngrihesha dhe i një, domethënë që ngrihen që kemi dëgjuar poetët, jetën gjatë natës. Me kalimin e kohës, unë nëse kam një poezi në mendje, mundet që në mëngjes të mbaj mend dhe variante që më kanë thuar ndryshime gjatë natës. Pra jo tem këtë pa gënjeshtrë më të vogël. Triumfon varianti para po i fundit, do ta marrim përgjigjen pas publicitetit. Kalojmë publicitet. Okej. Si e? Ma banon muy bien. A bëjmë bjot lutem? Vatan. Gëzuar. Vatan. A e dini se nëse ruani, 1/3 e saj që hiqni është lëkurë. Dove Advance Care ndihmon të rekuperohesh.
Pra, nëse ruheni, përdorni Dove. Dove Advanced Care Anti-Djers ndihmon lëkurën tuaj të rekuperohet pas çdo ruajtje. Nga të gjitha pamjet e mia, ndihem më e bukur me stilet natyrale. Tafti i ri Aloe Boost me aloe vera. Për stile natyrale dhe me pamje të shëndetshme. Schwarzkopf Taft Aloe Boost për çdo njërin nga ju. Si ti mbaj flokët e mi të fortë dhe të rriten më të gjatë? Shauma e re Stronger for Longer Hair me hibiskus dhe rozmarin. Rutina jote për kujdesin e plotë të flokëve për më pak këputje dhe për flokë të gjatë me pamje të shëndetshme. E re, Shauma Stronger for Longer Hair. Në qendër të Tiranës, Emerald Mall & Residence sjell për ju brendet më cilësore në një destinacion të vetëm. Hamleys, dyqani më i vjetër i lodrave në botë. Spar, Komodita Home, GoTech, Rossmann & Lala, Gamma Home Decor, Cowboy Candy Store, Euro 1.3, Shio Krem, Emerald, where shopping is fun. Adresa, Rruga 5 Maj, Tiranë. Do ikim në Latitude sot? Sa në kishe premtuar. This could be how it begins. You see the light, then you discover life. Argëtim për të gjithë familjen. Latitude, bounce, climb, fly. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Infoftes, zonjë dhe zotëri, me mua avion të jeti ftuar në studio poeti Dimitër Pohanaku. Ishim tek variantat. Kush fiton nga variantet e kjo? Fiton ai varianti i cili mua më godet, në kuptimin. Detyrimisht mund të jetë varianti i fundit apo varianti i parë? Po mund të jetë dhe i fundit, po zakonisht triumfon i fundit, sepse jam duke bërë përpjekje, po. Dhe ajo që më e kam parim në poezi, e punoj shumë me fjalorin në gjuhën shqipe, sepse unë përdor të fjalë të reja dhe duhet të shikoj në fjalor nëse janë vërtet shqip, sepse nganjëherë mund të ngatroj dhe në poezi nuk do ishte normale që poeti të përdorte ndonjë fjalë të huaj. Pra ju e studioni mirë dhe fjalën. Po, ajo që më ka bërë më kërkues është që unë dua të shpëtoj gjithmonë rimave foliare në poezi. Sidomos që ti kam problem, sa më pak të ketë që më duket poezia do jetë më e lirshme, më sikur e vërejt e bën, po nganjëherë është e pamundur sepse e do logjika që atje ku mund të hiqen, dhe kam provuar nganjëherë dhe më të tunguar poezia dhe jam kthyer në fillim ti më parë. Kam shumë miq, poet, mikesha, të cilat e hedhin poezinë dhe nuk i rikthehen më. Po e qikëm pak në tangen në fillim që muza kur vjen ka dy momente. Vjen do lëshuar, shumë bujar dhe ke nevojë të punosh më, ndërkohë vjen ajo meteka të saj, ka pritshot që mendëm dhe do pak punë. Dhe kjo punë do që ti ta lesh, mos ndrysh në kur ikën ajo, po të presësh derisa të kthehet. Do thuash ti s'vjen më. Po mirë, le të ri më mirë mos vi më, se sa të ri një poezi e dështuar, ndodh dhe që nuk vjen. Ka shumë poezi të tilla që kanë mbetur rreth kryqësh. Jo, nuk kam shumë. Për ta të mirë. E bëni shumë të idhur pyetjen. Poezin tuaj e ka vlerësuar Azem Shkreli dhe xhindet Kërsen Polka hapet me një dedikim nga poeti. Kjo është një histori që mirë që ma kujtuat. E kam përmendur në fakt të mos e gënjej edhe në media këtë, edhe në gazetë. Në kohën e përpjekjeve tona me Justinën për të botuar librin tim të parë, Justina Aliaj. Ne u bëm miq një ditë
të bukur në Pogradec. Mua më këshin dhënë, atëherë bëshin festivalet e këngës në Pogradec. Dhe më këshin dhënë të bëja skenarin. Bukuri, një ditë përpara, më thonë që do drejtoj Justinë Aliaj. Thash, nuk e kam gati. Pse më thanë se ke gati? Po, a jeni në vete? Po, vjen Justinë Aliaj, tash unë duhet ta ripunoj, ta bëj. Kjo kështë e dëgjuar këtë bisedë, nuk e di ku ishte, mbase në atë qariton, ato lozhat që kanë qenë, se qenë provat. Pallatet e Kulturës. Edhe vjen. Ky djalë ka të drejtë. Le ta ripunoj. Mirë. Edhe që nga i moment ne u bëm shumë miq. Ajo ju thoshte në shtëpinë vinte në na infrashri, ju thoshte redaktor. Ore, e recitoj unë këtë poezi, përderisa unë e recitoj. Kemi të bëjmë me një poet. Ndërkohë, ju dërgon poezitë e mia Azem Shkrelit. Iku atëherë në Belgjika ajo. Nga Belgjika i dërgonte në Prishtinë. Dhe Azem Shkreli i shkruante. Tani shkruan ai, se duket sikur po i them unë të poshtë. Natyrisht që ne do t'i marrim të dedikuara. Po Janaku është një poet i mirëfillt, shumë i talentuar, dhe i priste gazetat, se atëherë strejoheshin në Shqipëri, që unë nuk e bëj si duket janë gjeni. Dhe i merr të poezit me vete. Si duket ata janë gjeni të vërtet, unë këtë pjesë nuk e kam, sepse po ta kisha do qosha dhe unë gjeni. Një gjeni e priste gazetën, ja dërgonte Justinës poezit, dhe Justina mi dërgonte mua në Shqipëri. Ishte ky trekëndësh që zgjati shumë. Dhe pengu, po zgjati disa vjet, unë nuk botua. Dhe pengu? Pengu që më ka mbetur, Azem Shkreli vjen më duket bëshin ditët e Lazgushit. Ma i Lazgushit ndrilon. Dhe vjen në Pogradec. Dhe në darkë vonë më merr mua sportelisti. Më thotë, Dimitër të kërkojnë. Kush më kërkon, i them unë? Azem Shkreli. Iko, i them unë dhe ti tani, mjap më këto shakate në lotët dhe mbyt telefoni. Në mëngjes më merr kaqë. Po si thot nuk i dole ti Azem Shkrelit, të ishin takuar. Ua, po pse ka ardhur i tash? Po si është ka ardhur, po ai do të ashtë këtu në turizëm, dhe mi për balë, nuk shim në turizëm, po në një lokal nga ato. E vete unë. Unë nuk po flis një fare pra të ndodhit, po flis një ta, po si nuk erdhe ti ka të shetë kush jetë tjetëre. Po qërë keni me po Janaku në thaj, këshu janë poetët. Te ka njozë. Jo, nuk e zjatim, po kështu janë poetët. Edhe vlerësimi, dedikimi që ka bërë interesant. Fjala e ti, letra që më dërgovi, po dorëshkrimi, letra originale, kam kopjen. O ndoshta e orova ke Onufri, atëre kur... Po, libri është botuar edhe e ka në parathënie atë dedikim që ka bërë i madhi Azem Shkreli. E këte kësha pengë që pastaj ai ndroi jetë në aeroport edhe nuk e shtyva dot më këtë mëkat më thonjë. Në ditën ndërkombëtare të poezisë takimi që u zhvillua, kryebashkiaku i qytetit Ilir Xhakolli ka sjell edhe ai kujtime shumë interesante. I ndjekim, regjia më ndihmon, edhe kthehemi në studio për ta komentuar. Punuar bashkë në komitetin ekzekutiv atëherësh dhe Dimitri ishte juristi i komitetit, unë isha një specialist në seksioni tregtisë. Sa u fejua Dimitri, edhe kryetari i komitetit ishte Vasil Prifi, edhe i tha, Dimitri tani merr un çik me grua, tha më shumë se sa me poezi. Dhe ky në momenti tha, gruaja e tretë e poezia mbetet. Gruaja e tretë e poezia mbetet. Po mirë, Vasil Prifti që vërtet më linter pas e reat, po edhe Xhakolli shpotit bukur. Skena është e vërtet, kuptohet. Po unë mendova se ai do ta ksharuar dhe në ditën e poezisë mbas do të ma përmendte. Po ky është një mesazh që unë gjithë jetën jam kushtuar poezisë. Ajo ka lindur me mua, është rritur me mua dhe ndoshta siç e kam rritur unë atë,
edhe ajo më ka rritur mua. Dikur në komitetin ekzekutiv, keni qenë jurist i komitetit. Edhe Gjakolli ishte në seksionin e tregtisë. Po dhe më përpara kemi shkëmbyer poezi me Gjakollin, sepse ishte dhe ai në ndërmarrjen tregtare dhe ne ishim miq, edhe punonim edhe në përturin në kamarier në muajt e verës, edhe unë poezinë e kam pasur tërë jetën në shpirtin tim, nuk mund të rria dot. Kur kisha një frymëzim të ri, tani ndofta nuk e kam aq problem, po atëherë kisha të mos i thoja dikujt poezinë time, nganjëherë vinja te Meri Lalaj, te Mariana, vinja me vrap, dhe ju thoja kam bërë këtë poezi. Nuk më zinte vendi pa marrë një mendim për poezinë e re që bëja. Me kohë, tash ky Uzbek do thua ti pse Uzbek, sepse njeriu fillon bëhet koshient për atë që bën. Jo se s'ka nevojë për një mendim të dytë, po është më i pjekur, më i sigurt dhe nuk rend më si dikur. Kjo rendje kthehet në brenda vetes. Duke punuar vetë. E bukur në fakt. Mbeten momente interesante këto kujtimet gjithmonë që vinë nga fusha e poezisë. Janë aq pafund, janë aq emocionuese, madje edhe këto takimet letrare, edhe këto eventet e librave, unë më shumë më pëlqen kur të bëj një libër të ri, t'je me 3-4 miq të mirë, se sa në një event, do t'u ashti pse jo, sepse kur je në një ambient të ngushtë, intime poezia. Perceptohesh më mirë me njëri tjetrin, në marrëdhënie më mirë dhe intrigohesh, dhe shumë poezi më ka lindur dhe gjatë bisedave. Tani nuk mund t'i kujtoj si ato kur të bret muza, po shumë vërtet kështu më kanë lindur dhe prandaj i adhuroj këto tavorina mes miq. Dhe mos jem poet, nuk është e thonë që t'jenë poet, madje ata që nuk janë poet të ndjejnë më tepër, në kuptimin që duke mos u ballafaquar prerë me poezinë, shtangen si prerë të parë dhe t'japin edhe ata mesazhe shumë interesante. Mesazhe të Mbaj mend Dimitër që librat tuaj përpiheshin në librari, nuk gjendeshin. Jo se duat ju bëj qefin, por nuk gjendeshin. Ndonjëherë duhet të fusje mik ty që të shkohet me një kopje që kishte ngelur. Po atë në kohën e Naim Frashërit kuptohet që mezi gjendeshin se përndaheshin në gjithë Shqipërinë dhe aq pak kopje bëshin. Edhe më pastaj nuk bën tani dhe shumë kopje, kështu që nuk mund të them se përpijeshin, po mund të them që duhet të jesh pak të shikosh mënyrën tregun, të shikosh tregun edhe të mos bësh kopje të tepërta të cilat dhe mund të mbeten, sepse sot poezia ka një pakicë, se poezia ajo është e vërtet, poezia është për elitën, këtë e dinë të gjithë, jo vetëm sot, po. Unë e kam thënë dhe them, nëse njerëzit do të mblidhen në një stadium, si që mblidhen për këngëtarët, kur bëhen koncerte, apo sport, dhe do mblidhen për poezinë, atëre të siguroj që bota do kishte një paqe të përjetshme. Më besoj. Si kur të ndodhte. Si kur të ndodhte. Nuk do kishte as luftë, as kontradita, as gjë. Sepse poezia do t'i bënte njerëzit, nuk do t'i mëngjëj, pa më të mirë, më të butë. Nuk e di, ndoshta pas mira vitesh mund të ndodhë. Po pas e jo, pse them kështu pas mira, mund të më parë, pse në kohën greke mbridheshin amfiteatra dhe recitonin poezi. Shpresojmë që të ketë një herë kaq interesante për poezinë. Po duhet të vijë një ditë. Se kush do ta bëj nuk e di, po duhet të vijë. Po e bëjmë misionin e tyre. Sepse nëse do thonim ne që s'ka lexues dhe të ishtë poezia, atëre do mbaronte poezia dhe kush e di kur do kthehej. Si një specie në zhdukja, do ndodhte kështu. Po të mendonin. Dalemi pak tek poezia Muri. Muri. E pëlqen shumë këtë poezi një shoqja ime dhe kolegja juaj. Sara Kovaçe. Po. Arsye e kësaj poezie është sepse ka edhe diçka dhe ke vetja ime, që nga njeriu përpiqet jo të distancohet, po ajo vetmia e tij, unë kam një vetmi ushqyese në fakt. Se kam thënë ndonjëherë këtë në këtë formë. Më ushqen.
Po jo gjithmonë, sepse vetmia po që gjithmonë pastaj kthehet në një lloj problematike. Po. Dhe të vim ke muri pastaj ta them më tej atë motivin. Nëse për ndonjë inat atë këtë çastit ngre një mur të lartë dhe për ata që i do dhe bën gjoja sikur nuk i do, biri me vare, shembe sa je ende në kohë, sepse ata që të duan do mundohen e do lodhen për ta kaluar, dhe vetëm myshku mbi gur do prapë embël mbi mur trishtimin e verdhë të vetmisë. E bukur, shumë e bukur, më dha shumë emocion. Mbetet poezi e bukur, muri. Kur bëm këtë zgjedhje, sepse unë kam dërmend me botuesit të bëj një përmbledhje të librave, edhe Sara më pyeti, po murin e ke dhënë? Edhe unë i thash, po ku mund të shkoja pa murin? E themi një gjë ekskluzive, po? Se mbasi do ta anashkaloja. Dhe do thoja këta, që jeta me poezin është shumë e bukur. Ajo për mua, dhe besoj dhe krijuesit e tjerë, e njëjti fenomen ndodh pavarësisht nga niveli i poezisë. Është shoqe, është mikesh, është luftëtare, heroin, të gjitha i ka. Ajo bie, ajo të ngre, që unë nuk e bi dot, por ajo unë s'kam si e ngre se s'kam ku ta gjej muzën, ndërsa ajo po, ajo mund ta bëj. Me thënë, ka shumë, bën shumë ajo për mua se sa unë për atë. Unë kam detyrimin pastaj ta gdhen fjalën siç duhet. Si ai duktari mirë që gdhen të bën portretin, si Icka Kushëririm që punon, edhe i biri që i ka ngjarë punon me shumë dashuri. Juve më keni thënë që keni pasur edhe të parë tuaj krijues? Krijues ka qenë dajua im nga Kyçykët, se mamaja ime është vajzë nga Kyçyk. Ka thoni për herë të parë këtë gjë? Apo e keni deklaruar? Këtë mos ju gënjej, mendoj se kam thënë televizion shqiptar më duket. Dhe dy fletore të tim shumë vonë mi kishin dhënë ndjes pas kushëritë e mi të parë, Marieta mi dha, ajo mi ka sjell, vajza e Gjorgjit, që mban stadiumi emrin. Gjorgji Kyçyku. Po. Mbaj mend që unë atëre kur ka ndëruar jetë isha i vogël, dajua, dhe i vija mamas ajo ma kujton të gjithmonë atje kur inte te koka e vllajt dhe isha çau. Dhe kur i pash të fletore, ai ka qenë i smur, pastaj diq shumë i ri, dy fletore me poezi, nuk kam mundur që t'i hedh diku ose t'i botoj sepse janë pak edhe ka qenë i smur dhe përzihet poezia me ato trajtimet mjekësore që ai merrte si medikamente. Ja kishte dhënë mjeku që i përdorte. Po atje ka patur dhe poezi dhe shumë filozofi brenda tyre. Pra është damar mendoj që rrjedh. Po, një gen nga Kyçykët. Mamaja ime ishte vajzë dhe ndërsa Nuçin dhe Lazi, do me thënë të kopi Kyçykut, i kishte nga e janë vëllezër. Dhe Gjorgjin dhe këtë Petraqi që bënte poezinë ishin tamam në nën dhe ba. Dimitur, pak më herët prej këtë idenë e ribotimit të poezive tuaja më të mira, e di që është një proces i vështirë për poetin, të heqësh sigurisht është shumë e zorshme. Është shumë e vështirë dhe me atë po merrem dhe s'po jap akoma një verdikt final, se botusim tha është e mira të jenë 180. Themi ca gjëra, 180 poezi. Themi ca gjëra ekskluzive për këtë emision. Pra, jeni duke hartuar një vëllim poetik me poezitë përzgjedhura pranë shtëpi botuese Onufri. Po. Dhe keni hyrë në tratativa me botuesin Bujar Udhri për të nxjerrë këtë libër. Po, besoj, ai po pret që unë t'i dërgoj ato poezitë, po nuk e di nëse do vonoj apo
Është ajo, as mos u vono, as mos u nxito. As mos u gabo. Edhe këtë tha. Po nuk besoj të gabohem. Mund të redikëm me Kokmiljan nga poezit, po të kjo do më pëlqente, sepse do thua ti kush e di kur mund të vi një botim tjetër i dytë. Po mbate po lash ndonjë që dëgjoj si mendoj. Në qoftë se do lë ndonjë vërtet interesante, ndonjë poezi të bukur, do ndodh që do të dëgjoj për shpërim atë natës, unë sa. Patjetër do më thot diçka. Dhe unë me vrap do shkoj në Udhri dhe do ta vë për poezi. Po më tha pa dal libri. Po, pa dal proces. Në qoftë se nuk më thot gjë deri atëherë, atëherë jam ndërgjegje është e kjo do jetë prova ose sfida për mua dhe për poezinë. Kur e mendoni që del ky libër? Po, do më pëlqente të dilte para gushtit. Arsyën si u them pse. Dhe të jetë një... Nëse do jetë një ditëlindje e juaj e fëmijëve... Nuk ja u them tani për tani. Është sekret. Po mirë, mbajmë edhe ca sekreta. Po, kur të dal libri do të ta them, se po doli para gushtit, patjetër do ta kuroroj. E kuptoj. Librat tuaj kanë pasur redaktor në fakt interesant, që nga ata më të hershmit e deri tek më të fundit. Redaktori që mua më ka bërë përshtypje dhe më ka futur në një shtrat, jo shtrat të ri, se unë atëre, do me thënë, në ndryshimi midis poezive në Gazeta Zëri i Rinisë dhe poezive që vajtë në libër, u bë gati 80%, do thonë ju pse. Pata të ngjarje tronditëse, dhimbje, në humbje të njerëzve të mi të dashur në fis, dhe ato i dhanë poezisë time një forcë. Nuk që më limonad ose dhe më kujtohet që një herë, nuk e di, kam qenë në këto përpike, po shumë për para të Ana Luka në Shkodër. Kisha mbaruar gjimnazin atëherë. Edhe i them, kam një poezi për dëshmorët, a nuk e di. Për dëshmorët. Që të duen ty këto temën? Ti e poet lirik. Shkruaj atë që ndjen në lirizëm, mos bëj tema të kërkuara, ose ato që thua ta bëj këtë, dhe lëret e të vi vetë, dhe nuk e haroj. Dhe kur kanë mbajtur ke Ilir Yzeiri, e libri parë, Ilirian Zhupa ka që nuk e dia drejtora ja. Dhe ishim të qimi bashk. Atë fletët ai të librit, unë e dija se ku ishte poezia, edhe pse larg. Edhe i rëmbeja mimikën e ti. Dhe përktheja, qato është ajo mimikë, si pëlqen, i pëlqen. E mora një. Iku. Do miratoha që libri do hynte në shtyp. Pas përpjekjeve vetet Justinës, që thate Dragolli, që ta Dimitri është poet lirik, mos e ngatroni me këto e disa mi ka thënë Justina, edhe biles një herë ndjes pas të kemi takuar me Dragollin në Elbasan në një aktivitet, se po i dhem si dikush nga një deg në një deg, por e mbaj mend dhe kam kujtesën se ku e lash. Edhe më thotë, po janë akus po na flet. Tash nuk po i flisni ajo se ndonjë ndjenjë se kush e di ku isha, se nga gëzimi për librin, për kështë në kuptimin që do me thënë të hyri libri. Dhe jemi ke Ilir Yzeiri dhe shkoj në këto emocione, sepse atëherë të botonjën e ajo, dhe Mimoza Ahmeti që vërtite atje si zoja e vëndit, edhe që ishte me mua nga njëre Dimitër thoshte ste. Nuk njëshim aq, po më vonë unë me Mimoza, në Dilaveri në Pogradec. Edhe vëm në Lezhë. Ishim urur. Marashi ka qënë, miku im, do t'inin e përshëndes, sepse shie Miral. Marash Mirash. Për shkak të kohës dhe angazhimeve që ka edhe ai dhe unë, se në Tiranë jetë arjet. Dhe në Lezhë po thoshim poezi. Dhe Dimitër, çfarë do t'u ashti? Tash unë do them Shtrati Kurtis, 2 poezi do t'ju them. Thuajte. Shtrati Kurtisje. Shtrati Kurtisje. I madh, i gjerë, alpin. Unë mblidhem. Mbështillem e mbështillem, struk duar, struk këmbë, si në një guat këmbrojtëse, dhe prap ngri, ndryqomëni nga lartë, kërmbil bë një bordur të ftohtë. Kanë dhe porosinate, heta të gjojmë.
I dhe tej dhe roben e fundit. Jam unë, nata e pa goj, e pa sy, e pa vesh. Jam verbuar, jam shurdhuar, fakatuar dashurive. Hidhe, të feksin trupat e zhveshur, unë jam errur. Thot njeri, po kuj? Ua, qa libër do dali, ke në libër këto? Jo, si ke në libër? Ferdinandi më duket më ka thënë, mirë, ne jemi malësar, kemi bes. Ke besti? Natyrisht që kam. Do vesh të redaktori. Do t'ja thuash. Do t'ja thuash, nëse këto dy poezi, unë i kisha në letër cigare mbajment, nga to të Floriçkas njerën, qarë janë këto që mbajnë cigare. Në qoftë se ai nuk do t'i botoj ti libër, nuk do pranosh. Po aman të shkam kaq vite, unë po përplasem nga një recent në një recent. Jo. Ishin vitet 90, pak ere ndryshime vendoshme. Sa po kishte filluar pak? Vete, unë në i zëri si që jemi. Nuk ka të regoj krejt këtë, se kishte normalisht të regoja bisedën e lezhës. Vete, më kam dy poezi të reja. I lexon ai. Po tani mi sjell këto Dimitër? Me të drejtë. Po thash unë kisha si do t'i merrni, më dukeshin krejt të ndryshe nga shtratim, nga koha. Dita do ikish një muaj në Durrës, në lej, krimtarie, dhe do ndjekësh këtë shtrant. Dhe do vish pastaj, pas një muaj. E di që do bësh, jam shumë i sigur se e ndjej nga këto dy poezi. Dhe ishte vëllimi, gjithë lenda vëllim me gjithë dhe paknat? Libri kishte poezit e Zërit e Rinis, po se të gjithë ato që tash të shumë tatë, jo në ato nivele që... Këto dyja ishin në nivel dhe më të moderne, të kohës moderne. Dhe kjo më bëj që ndryshova unë dhe nga bashkëshkruesit e mi, të moshës time, më ndryshoj shtratin. Do më të nësot do të ashti që dikur do vinte. Unë të vinte, po duhen disa shtysa që të vinë. Dhe unë ja po më të ja u tregoj një atyre në lesh, unë këto dy poezi, në base libri do ishte aji që në Zëri Rinis, dhe nuk do vija në këto poezi që folëm sot. E kuptoj. Dhe pas një muaj, libri ndryshoj 80%. Kjo ishte... Interesante në fakt dhe kjo pjesë. Po. Shumë interesante. Mirë, ne do kalojmë në publicitet dhe do kthehemi në pjesën e tretë. Publicitet. Si e? Baba në më i bjerë. A be i bjerë të lutem? Vatan. Gëzuar. Vatan. A e dini se nëse ruani, një e treta e saj që hiqni është lëkurë. Dove Advance Care ndihmon të rekuperohesh. Pra, nëse ruani, përdorni Dove. Dove Advance Care Anti-Djers ndihmon lëkurën tuaj të rekuperohet pas çdo ruajtje. Nga të gjitha pamjet e mia, ndihem më e bukur me stilet natyrale. Tafti i ri Aloe Boost me aloe vera. Për stile natyrale dhe me pamje të shëndetshme. Schwarzkopf Taft Aloe Boost për çdo njërin nga ju. Si ti mbaj flokët e mi të fortë dhe të rriten më të gjatë? Shauma ere Stronger for Longer Hair me hibiskus dhe rozmarin. Rutina jote për kujdesin e plot të flokëve për më pak këputje dhe për flokë të gjatë me pamje të shëndetshme. Ere, Shauma Stronger for Longer Hair. Must have been
qendër të Tiranës, Emerald Mall and Residence sjell për ju brendet më cilësore në një destinacion të vetëm. Hamleys, dyqani më i vjetër i lodhrave në botë. Spar, Komodita Home, GoTech, Rossmann & Lala, Gamma Home Decor, Cowboy Candy Store, Euro 1.3, Shio Krem, Emerald. Where shopping is fun. Adresa: Rruga 5 Maj, Tiranë. Do ikim në letit ju të sot? Sa në kishe premtuar. This could be how it begins. You see the light, then you discover life. Argëtim për të gjithë familjen. Latitude, bounce, climb, fly. Do të shtojmë ndonjë gjë tjetër rreth muzës? Çfarë mendoni ju? Nuk di. Do themi këta Që është që muza kur i vjen poetit, jo vetëm atë që thamë, që poeti në momente, kemi dhe këta anë që mund të braktis poeti në moment, se mund të thotë që jo ku gjendet, jo ku bëhet, se jo të gjithë e ruaj në kujtes. Duhet të gjej kohën dhe momentin që ta thith, mos e lerë do me thënë të mos të jap një shenjë. Se kam dëgjuar shumë veta, shumë poet që thonë, po ne tani nuk po shkruajmë, jo s'kemi kohë, jo, nuk jam e këtë. Është më e drejtë të thonë, s'kemi muzë. Ju s'kemi kohë, sepse ai do të vi, dhe ai që është poet, ai të jetë, nuk e di ku mund të jetë në një vend ku nuk mund të shkruaj dot, nuk mund të ruaj dot, do gjej një vend, si mund të them atë qoshkën e fundit të dynjasë, dhe do ta hedh atë poezi kur i vjen muza. Nuk pajtohem me thënien, nuk shkruaj se nuk kam kohë. Jo. Flas për poetët e vërtetë, ëh. Dimitër, fëmijët tuaj, Pieri dhe Erisa, shkruajnë poezi, kanë cilësi të tilla? Nuk u kanë, dikur mendoja se ndonjëri prej tyre do mund të shkruante në rrugën time, por bënin artime të mira, edhe Pieri dhe Erisa, edhe mendova se mund të ndoste diçka në fushën e poezisë ose të artit, ose do doja që njëri bëshë ndonjë këngëtar, o dikush të bëshë aktora, po jo nuk morën këtë drejtim. Njëri është Pieri është informaticien, Erisa është juriste në një firmë. Ne kuptoj. Mirë, do të nxjerrë regjia disa foto, ne do jemi gjithmonë në vështrim në ekran, edhe i komentojmë. Jemi? Këtu jemi në Como, ku bë ceremonia, kjo është një vend që hap shumë rrallë, japin shumë rrallë organizatorët, edhe ka ndenjur për një kohë të gjatë Napoleoni këtu. Në shekullin 12 më duket, nuk jam i sigurt. Ecim. Ishte shumë interesante nga brenda, shumë e kuruar. Doja mund të dalë edhe salla këtu që ishte buzë liçeni të Komos. Ju lutem të nxitoj regjia me fotot. Edhe këtu jemi aty në Kjo është nga Kangjellat e Komos, duke parë liçenin, një liçen fantastik. Jo të toni është shumë i bukur, pa ishte gjithë i rrethuar nga kodra. Shumë interesant, edhe shumë i vizituar. Kjo është çmimi i parë, i poezisë dhe jushës në Varezat, të cilën edhe nga këtu jemi edhe më afër me çmimin, po. Edhe e recituar. Kjo është një kthim nga Komën në avion. Në avion, po. Pse me inat apo mua më duket? Jo, nuk është nat, po ti duket ka qenë vërejtur, Zakonisht qelli i Jo, më duket me inat, jo nat. Unë jo me inat, më shumë me mendimin. Mendimi thellë në ajër. Ose mund të kem ndonjë në krah, nuk e di që mund të më ketë inatotur.
Kjo është pjena e argjënt atë që... Po, mbetemi pak këtu, është viti 2002, në fakt është një nga çmimet më prestigjioze që jepet në Shqipëri, është firma Nasho Jorgaqit, një plan të parë, ju lutem regji. Arta Dade duhet jetë. Nasho Jorgaqit dhe Arta Dade, po. Libri që dërguat, ti që përmendëm ishte Gurës Bardhinatën. Në fakt është çmimi më prestigjos që jepet në Shqipëri. Natyrisht, është çmimi kombëtar më prestigjos që jepet dhe kishte sa filloi konkurrimi, dilnin gazetat merreshin vetëm me këtë, jo vetëm letraret, por të gjitha gazetat e Turin e çmimit. Unë arrita aty janë në 10-çe. Dhe një ditë të bukur, kishte shpresë ju 3 ditë në Treshe. Nuk isha shpresë sepse në gjindet kërthejnë polka, arrita deri në Treshe dhe pastaj nuk e di se si u përmbys. U përmbys dhe mori dikush që s'jash në Treshe, nese. Dhe në fakt nuk këse kam thënë, po emra nuk kam zënë, një person i njohur atëherë në qarqet e Tiranës, më thotë, Dimitër, çfarë kërkon ndonjë gjë nga unë të bëj ndonjë nder. Tash unë ty më bësh një nder, nëse mundesh. Ke akses në Ministria e Kulturës? Rinjit dhe sporteve kam. A mund t'ju thuash diçka sa ministres, pa më zënë emrin tim. Të thuash të më kaqë, nëse e meriton dikush nga provinca, jepini, jo vetëm Tiranës dhe këto rreteve të mëdha. Lajmë si e të qoj mesazhe? A e qoj këtë mesazh dhe 3 ditë para, do me thonë nga Treshja, një ditë më parë, do me thënë pas 3 ditësh, unë mora ftesën për ceremoninë e çmimeve që u bë më duket në Piramida. Si unë djetë atë ditë? Unë djetë atë ditë isha në qiell, sepse për 2 arsye. Para që u vlerësua poezia, unë isha koshien në fakt se i libri Gurës Bardhinatën ndjesë, ishte ndryshonte shumë nga librat e tjerë, ndjeja që isha do t'ju sillte një çmim. Po. Edhe një çmim prestigjos që të kishte ardhur ndonjëherë në rrethet e vogla të mos në Pogradet, që uroj të vi dhe për krijues të tjerë, tani është shumë e vështirë. Sigurisht ja për në fakt. Po, laureatët e çmimit janë ata. Dhe pastaj drekuam në një, darkuam në fakt në Kaiser e Kai afër arteve. Nuk do të themi emra, po? Jo, si lokal, se interesant. Aty është dhënë, pastaj edhe çmimi dhe... Dhe aty kisha shumë miq të mirë, kisha Rikard Larjen, Marietën, Marashin, kisha... Desha mirë të poezisë tuaj. Po, edhe kaluam një mbrëmje fantastike. Më vjen keq që nuk të kisha aty atje, në mbeti dhe ta filmuan nga që haruam, që çuçllari po si duket e zuri vera. E ishte koha pa televizione private. Ecim. Këto janë disa nga librat që ju keni dhe një shtëpi botuese, se ky është lajm. Po. Keni një shtëpi botuese, promovoni talente të reja. Këtu janë librat e tyre të botuar. Po. Është Maçollir, Sabina. Po, ecim. Këtu jemi me librat tuaj. Këtu ajo që më pëlqen më shumë nga trakto botim. Po. Aty është libri në greqisht, dhe ajo revista që bëri publicitet. Ato janë Nëneta Strugane. Marta. Libri... Nëneta Strugane kam konkuruar me poezinë shumë interesante, do dhe shumë të zbardhë. Është një poezi që unë u përkthem në maqedonisht, shumë më ka pëlqyer ajo poezi. Ka fituar edhe disa çmime në gjuhën angleze, është përkthyer, më duket nga Meri Lalaj, nuk jam shumë i sigurt. Është poezia do dhe shumë të zbardhë. Kemi kohë? Kemi. Po. Kam një thel pjepri, ëne të butë, që netve më ngrihet si sonabull dhe më trazon pjesën e erët. Poezi e bukur. Këtu ishim në librat e ajo. Këtu është një çmim që kam marrë për poezinë e nënës. Këtu kishte, po të shikojmë kur të vem në kupa do të tregoj, presidenti i juristë, Villa, Aleksandr Villa, shumë i dashamirës ndaj shqiptarëve, tu kanë fituar me poezinë e nënës, po në variantin e parë,
nënës në Vareza. Dhe kur kam Me shkuar drejtshkrim Vareza. Po, prit, kur kam shkuar atje, prit, po ma më ka thënë në parathëmjen që më ka bërë Kyçyku, po të lexoshat në libri i Martës, Adrian Kyçyku, thotë, të rrallë janë poetët e Shqipes që kanë një afërsi të tillë me vdekjen. Prej të cilët ngjizen imazhe dritëruese, e të tjera Dhe kjo ndodh me poezinë tuaj, në fakt. Dhe kjo, vem atje dhe ishin tërkupat këtu, në tavolinë, për të parë shkonja unë atëherë në Triurgia të Milanos, afër. Dhe qenë ato dy bumbeska që do dalin një, që aq më ka pëlqyer ajo, kupë, dhe thësha, ose kur ta marr unë këtë, ose kur të më fati ju për këtheli. Po iknin beti një, tash mos kam ardhur kod dhe s'kam fare. Në fakt, ajo ishte luajtur për mua të që çmim special, dhe ajo që ishte më interesantja në këtë që unë përdora për herë të parë Mitkopoja, pseudonim. Arsyeja sepse kisha fituar 2 vjet më parë me poezinë e Gjergj Gushos Burgthat, vend të 4 në botë, dhe nuk doja që të ndikonte emri. E kuptoj. Që uria më ndikoj nga emri. Dhe them, nënës në Vareza. Truk i bukur, po. Më ka ndaluar, një minutë, se më kujtua. Si u shkrua kjo poezi? U dhëtonim në Pogradis Tiranë nga rruga e vjetër e Krapës. Kur shbret në Krap, janë disa lokale me 2 luan të mëdhenj. Dhe mua këto 2 luan më bën të 2 roje të mëdha. Dhe them, më ka ndaluar tek porta e vareve nën. 2 roje prej alqie, 2 të vdekur, prej mëkatesh të patretur, s'mëlen të hyj. Ik, më thonë, e zgjën, shpirti saj po bëhet pend, po fluturon, që pas këta roje, ka i të frikshëm nën. E bukur, e bukur. Pastaj kjo poezi u transformua, kanë ndryshuar, edhe në martat e në to ka disa variante, në tituj të tjerë, po këshu ndodhi me këtë... Tu jemi me Justina Aliaj, nuk e di, në visë pak foto ule, po ja këtë. Nuk të aroj dhe këtë, pat shëmimit Penda e Argjëntë, i ftuar nga shoqëria shkrimtarëve amerikanë të Manhattanit, në kujdesin e Justina Aliaj, organizua një mbrëmje poetike me shumë njerëz të shquar. E vazhdoni komunikimin me Justinën? Po e vazhdojmë, po ka një moment që e kemi ndërprerë dhe nuk e di arsye. Më vjen keq, por do të më vinte mirë që të rikthehet komunikimi, eci me fotografi. Ja, Justina, do të rikthehet. Tu kemi qenë në Manhattan ato ditë që ne përgatiteshim për atë në Byty që ka qenë një pronar shqiptar, ku vinin dhe shumë presidenta kanë qenë atje në ai lokali. Atje kisha dhe shumë shoqe të mia të gjimnazit që jetonin në Amerikë dhe erdhën në event. Ka qenë Liliana Gorellari, Shpresa. Kujtimet bukura. Po, tjetër foto? Fluturatshka? Këtu ka qenë pasçmimit në Francë. Në kohën e trazirave në Francë, ajo piktura është Muza Qan e Anastas Konstantinit që ma ka dhuruar Flutratshka. Shumë bukur. Viktoria ka dhënë Flutrës, mikeshës time dhe një nga shkrimtarët tona MNZ. Këtu? E tash një nga shkrimtare se nga njerë në kohët e arta tonat, më thoshte ajo, Dimitër, unë jam shumë shkrimtare se sa poet, dhe poet jeti. Tani nuk e di që mendim ka. Këtu jemi prapë në Triurgjë, ku konsulli shqiptari Milanos më jep çmimin. Ka foto tjetër? Kë është Darka që shtroj Bashkim Myrtezaj me rastin e Bashkia Pogradec ju ka bërë një mbrëmje të madhe politike. Në çfarë viti jemi? Ka qiu, po besoj, nuk e di, në 97 jetë çmimi, po asaj nuk e di kur u bë eventi, nuk... Po e mbaj mend. Ishte një darkë e shoqëruar më shumë me aktivitete brenda saj. Më shumë mund ta quaja Kam idenë që nuk ka më foto, por është edhe një komunikim në mesazhe, e dua dhe atë foto. E nxjerrim, po jemi këtu. Unë lexoj Ana Luka, Ana Jovani e dikurshme. Edhe këtu njëti gabim. Çka ka ndodhur?
Ka ndodhur një gabim. Frymëzimet e tua i dashur poet, Ana Luka Jovani. Ana Luka Jovani, mësuesja ime dashur e gjimnazit, edhe kumbarja ime. Kumbarja jote, e papërsëritshmja, që i donte shumë krijuesit. Tani themi të vërtetën, në atë kohën e gjimnazit, unë nuk isha ndonjë shkëlqim. Por ajo e dalloi shkëlqimin tuaj. E dalloj shkëlqimin tim, po nuk është një shkëlqim për shembull ajtere shkëlqente Zhaneta Lazri, Liria po. Ne thamë çdo poet ka yllin e vet. Natyrisht, jo prit do them arsyen ku do të dalë. Nuk e kam as pak me kështu me ndonjë tendencë. Bujar Balliu që bënte po ashtu në vargje të lira dhe unë përpiqa të bëja dhe unë, që përmenda dhe në dita e poezisë. Dhe ajo që mua në Lukën nuk e haroj, ishte sepse më dha fill pasi kishim mbaruar studimet dhe ta kohë, pas mbaruar gjimnazin dhe studimet, nuk e di në vit isha unë atëre, më dha orientimin, më tha Dimitër shiko këtë anë, po duhet ta jap dikush lirikën. Dhe unë për atë jetin gabim si me Adhem Shkrelin. E kuptoj. E përshëndesim zonin Jovani. E përshëndes me shumë dashuri. I kërkoj ndjesë për këtë vonesë të mesazhit. Po si ka mundësi që ju ka shpëtuar ky mesazh? Nuk e di, ndoshta s'ma ka marrë mendje të më shkruante, kam parana dhe s'kam ecur më tej. Dhe më pas kur e keni parë. Po si gjeta, nuk e di, pikërisht e gjeta këto ditë që po komunikonin bashkë dhe për emisionin. Domethënë pas 2 vjetësh, nëse mund të shikoj, duket atje që është 2 vjet, sepse nuk e kam parasysh. Mundet që ishte mesazhi shumë gabim, shumë ndjes. Shumë ndjes. Gjithsesi uroj që ky komunikim të kthehet, sepse edhe Ana Jovani nuk ka mbetet vlerë e këtij qyteti, po aq sa e Shkodrës dhe Vatikanit. Po. Mua në atë në Shkodrë të takim nuk do të haroj asnjëherë. Ishte nxitës shumë i madh për mua. Thjesht kundër do të haroj dhe këtë mesazh që sapo pam. Erdhi ora? Si duket jemi në fund, në fakt, duhet mbrëmje dimri, ishte këndshëm. Shpresoj t'ju kem me eventet tjera të radhës. Edhe unë shpresoj të visa më shpejt duke lidhur dhe me librin. Po, atëherë do t'jetë takimi ftesë për takim botimi poezive të përsjedhura. Faleminderit që të pata në studio. Shumë kënaqësi. Nderuar miq, kemi qenë me poetin Dimitër Pojanaku në këtë infoftes. Ju kujtoj që ky emision do të ritransmetohet nesër në orën 16. Takimi tjetër do të jetë ende tjetër me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, natë e mirë.